Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të fokusuar tek Luiz Eili dhe tek Kiara Tito. Luiz Eili dhe Kiara Tito po na sjellin vetëm momente të bukura nga jeta e tyre. Po na sjellin këngë, po na sjellin hite, konkretisht Luizi nuk ndalon së punuari, po sjellën këngë të mrekullueshme, njëkohësisht edhe Kiara po na argëton çdo të diel në portokalli, duke luajtur rolin e moderatores në mënyrën më të shkëlqyer të mundshme. Ju e dini që po afron data 30 prill dhe çifti Luizi dhe Kiara kanë një ditë të veçantë, e kanë një ditë që ka ndryshuar jetën e tyre, e kanë një ditë që Zoti solli një dhuratë të mrekullueshme në këtë familje. Është ditëlindja e parë e Luna Mari. Luna Mari më 30 prill do të mbushë një vjeç. Dhe duke ditur që Kiara është nga ato nënat që i ka dhënë shumë rëndësi çdo muaj, çdo ditë së rritjes së Lunës, është kujdesur pafund për të, kanë postuar momente nga më të bukurat të çdo gjëje që Luna ka bërë, të çdo ndryshimi që Luna ka patur, dhe Luna teksa po rritet është copy-paste i babës së saj. Qëndrimi i Lunës, fytyra e saj, mimika e saj, natyra e Lunës është 100% origjinalja e Luizit. Ka ngjarë shumë nga Luizi dhe shpresoj që do të merr këtë humorin shkodran, do të merr këtë pozitivitetin shkodran që në fakt do të jetë mrekullueshme, duke mos i lënë anash edhe lushnjarët që janë njerëz fantastik, po shkodranët njihen për humor, për pozitivitet. 30 prilli do të jetë dita ku familja Eili do të feston. Luna do të feston një vjetorin e saj, çifti akoma nuk është pozicionuar në apartamentin e ri, të paktën fotografitë që Kiara shpesh herë nxjerrën nga apartamenti i vjetër, por do të thënë jetojnë herë ande herë këtej, por gjërat i kanë krejtësisht të akomoduara në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, si do të jetë festa e Lunës? Çfarë do të ketë festa e Lunës? A do të ketë të ftuar, a nuk do të ketë të ftuar, a do të ketë organizime? Patjetër që po. Kiara i feston 3 mujorin Lunës, se mos i festoga një vjetorin. Si bëhet ky muhabet duke patur një gocë të vetmen? Nëse dashuria do të kishte një emër, për Luizin dhe Kiara Tito ai emër do të ishte Luna Mari. Ishte një martesë e lindur në sytë të gjithë shqiptarëve, një dashuri që lulëzoi në nënvështrimin e kamerave, e cila rëmbeu zemrat e një kombi të tërë. Sot, një vit më pas, kjo dashuri ka marrë formën më të bukur, më të pastër dhe më të shenjtë. Formën e një vogëlusheje që sjell jetë, ngrohtësi e buzëqeshje kudo dhe ku shkel me 30 prill, Luna Mari, drita e syve të Luizit edhe Kiarës, feston ditëlindjen e saj të parë. Kjo nuk është thjesht një datë në kalendar. Kjo është dita që për prindërit e saj ka më shumë kuptim se çdo sukses, famë apo çmim. Është dita kur bota e tyre ndryshoi përgjithmonë. Nga ai moment ata nuk janë më vetëm Kiara dhe Luizi, por janë mami dhe babi, dy shpirtra që i përkasin plotësisht dikujt që nuk flet ende, por që flet me çdo buzëqeshje, me çdo rahje zemre dhe me çdo përqafim të vogël që të shkrin shpirtin. Në këtë përvjetor të parë të Lunës, nuk do të mungoj asnjë gjë. Një festë madhështore është duke u organizuar nga dy prindëri që janë bërë simbol i dashurisë moderne shqiptare. Festat janë dërguar miq, familjar, fansa të dashur, ndjekës që kanë ndjekur çdo hap të rrugtimit të tyre nga Big Brother deri më sot. Festa pritet të jetë magjike. Dekori do të jetë i frymëzuar nga filmat vizatimor të preferuar të Lunës, princesha, ngjyrat pastel, personazhe që ajo i do me shpirt dhe që i shet çdo mëngjes me sytë e saj që shkëlqejnë, nuk do të mungojnë tullumbacet në formë zemrash, lodra që ajo prek me duar të vogla dhe një tortë shumë katëshe që do të sjellë në qendër simbolin e një dashurie që lindi nga sytë e një reality show dhe u shndrua në një familje të vërtetë. Në çdo moment të vitit që lan pas, Luizi dhe Kiara kanë ndarë me publikun çdo etapë të vogël të rritjes së Lunës. Nga hera e parë që ajo qeshi, deri te hapat e saj të parë të pasigurt.
kanë dokumentuar rritjen e saj me krenari dhe butësi, sepse për ta, jeta e tyre ka nisur sërish me ardhjen e saj. Dhe publiku i ka ndjekur po me aq dashuri, me sy që lotojnë e buzë që qeshin kur e shohin lunën të luaj, të rritet të përkëdhel fytyrën e babit apo të fshihet në përqafimin e mami Kiarës. Për Louise Hay, një artist që ka jetuar me emocionin dhe fjalën "Luna është kënga më e bukur që jeta ka shkruar", për Kiarë, një grua e fortë që mësoi të dashurojë në sy të gjithëve, Luna është forca dhe butësia, arsyeja pse çdo ditë ka më shumë dritë, dhe kështu në këtë 30 prill, sytë e gjithë shqiptarëve do të jenë sërish tek ata. Po këtë herë jo për një lojë, jo për një spektakël televiziv, por për të parë frymën e dashurisë së tyre të kthehet në një jetë në ditëlindjen e parë të Lunës. Me një muzikë të bukur në sfond, me drita që ndriçojnë me ngrohtësi si zakonisht, me prindër që nuk janë më vetëm çift, por heronj të voglushes. Kjo ditë do të mbetet në zemrën e të gjithëve, sepse Luna Mari nuk është vetëm vajza e Luizit dhe Kiarës, ajo është edhe pak vajza e Shqipërisë, një simbol i dashurisë që triumfon, i një fillimi të ri që lind mes provave, emocioneve, lotëve të ndara në sy të popullit. Urime vogëlushe ëmbël, rritu me dashuri, me shëndet dhe në ndritën e ndjenjes së pastër që të solli në jetë. Mezi pres në fakt të shikoj se çfarë feste do të organizojnë. Jam shumë entuziast të shoh festën të Luizit edhe të Kiarës dhe të Lunës, dhe kështu me duartrokitje do ta mbështesim këtë festë e cila vërtet do të na dhurojë vetëm dashuri dhe emocion.